Erion, cili është pozicionimi i lëvizjes suaj grupi 99 në politikën shqiptare? Besoj që aksioni më i madh politik që duhet ndërmarrim është politika për normalizimin e jetës në vend. Dhe nuk besoj që sot ka një hapësirë të madhe për diskutuar të majtën dhe të djathtë, se ka një hapësirë fjala vjen për diskutuar disa reforma të rëndësishme. Fjala vjen siguria e jetës njerëzve. Ajo që u pa nga kronika përpara, apo dhe që ka qenë tema më e rëndësishme e jetës në Shqipëri, jetës publike, ka qenë mënyra pa përgjithshme me cilë trajtohet aseti më i çmuar që ne kemi në Shqipëri, që është jeta e qytetarëve tanë. Njerëzit vdesin rrugë, njerëzit vdesin minjera, njerëzit vdesin pranë një baze ushtarake, njerëzit vdesin në liçen, dhe unë them që për të kthyer në vëmendje të publikut disa nga këto çështje shumë të rëndësishme, shëndetësia, arsimi, jeta e qytetarëve, unë them që më shumë duken ca politika normale, ose për të hequr disa barriera, më shumë duhet një rikthim në normalitet sesa një betejë për filozofinë e radhës në Shqipëri. Megjithatë një lëvizje apo një parti politike, le të themi në bazë të programit të vet elektoral, anon nga e majta, nga e djatha ose nga qendra. Pikërisht cili është pozicionimi i partisë suaj? Sot qeveria britanike është një qeveri e majtë, laboriste, e cila është gati të privatizojë kurullat vetëm që të funksionojë më mirë transporti publik. Ana Silda është një qeveri e djathtë, si qeveria franceze me Sarkozy, është gati të mbajë komunistët më të flakë si Kushneri në qeveri, thjesht sepse funksionon më mirë. Unë them që duhet të kthehemi në një politikë pragmatiste. Me këtë qeveri aktuale në Shqipëri jemi absolutisht në opozitë, me një qeverisje të stilit të Gërdecit, ku makutria dhe papërgjegjshmëria krijon një kombo të papranueshme për të qeverisur, jemi absolutisht në opozitë. Por unë them që kemi një nevojë më shumë për një frym që i kthen gjërat në normalitet, sesa një betejë ideologjisë që po zhduket fundit kudo në botën perëndimore. Pra ju thatë jeni në opozitë. Kritikët kanë thënë se lëvizja juaj rrezikon të shndrohet në një aneks të Partisë Socialiste. Nëse do kishim dashur të bëshim një aneks si Partia Socialiste, do kishim pranuar oferta nga Partia Socialiste ose partitë tjera të majta në të kaluar. Fakti që po sigurojmë një aleancë qytetare profesionistësh më të mirë që ka sot Shqipëria, studentë të rinj dhe të reja që janë të një brezi që s'ka të bëjë fare me të kaluarën e Shqipërisë, na bën shumë ndryshe. Unë them që zgjedhjet e ardhshme do të jenë të rëndësishme pikërisht për këtë arsye. Do të votojnë për herë të parë 18 vjeçarë që kanë lindur në vitin 91, që nuk mbajnë mend as radhën e qumshit, as aranchatën me limon tos, as 100 gram sallam në muaj. Dhe këtyre të rinjve ne duam që të përgjigjemi jo me metodat e vjetra, fajin e ka komunizmi apo perandoria osmane, këta të rinj duan metoda të reja. Them që jemi një kalursi e lehtë, pa bagazh dhe pa barra nga e kaluara. Kjo ndoshta na bën dyshme nga partitë që ju përmendit, të cilat gjithsesi mbartin disa probleme të kaluarës, dhe unë jam shumë i inkurajuar që shoh që dhe ato po mendojnë në mënyrë progresiste dhe po pastrojnë partinë apo partitë e tyre nga elementë që ndoshta s'kan qenë asetet më të mira të kombit ton në parlament. Pra ju do të keni disa ndryshime nga partitë ekzistuese. Nga këndvështrimi i votuesit, cili do të jetë përfitimi për të patur një parti të re për Shqipërinë? Unë them që është një votues, është një punëdhënës. Kjo do thotë që njërin 4 vjet merren punë disa bashkëqytetarë të vet që t'i mbarojnë punët e vet, ashtu si dikush merren punë një dado apo merren punë një kopshtar. Ndaj dhe them që kjo është gjëja e parë që duhet vendosur, që votuesi këtu do të marrin punë. Këtu në zgjedhjet e ardhshme është momenti i punësimit. Vin njerëzit me CV-t e tyre, vjen CV-ja atij që rrau atë gjyqtarin në stadium, vjen CV-ja atij që rrau atë gazetarin, do vitet CV-ja jon që rrahemi det dhe mendimet se si mund, kështu që me gjithë këtyre rrahësve është detyra e publikut që zgjedhë CV-n që i mbaron më shumë punë ose që mund t'i menaxhojë shqetësimet e veta më të mëdha. Them që në 5 vitet e fundit, jo vetëm si aktivist i mjaftit, po dhe shumë aktivistë tjerë të G99-s kanë demonstruar që ka një përkushtim të sinqert për këto çështje dhe kur nuk kishin pushtet ose nuk administronin atë kartonin jeshil në parlament. Ajo që po i themi qytetarëve është ndoshta disa nga këto punë të këtij shteti ose këto çështje që të gjithë qytetarët i kanë për zemër, mund t'i bëjmë më mirë se sa fjala vjen 10% e parlamentit që është sot e përbërë nga ish bodyguard. Dhe them për të vendosur këtë balancë, ky akt punësimi që bëhet me anë të votës duhet të ndodhi në mënyrë transparente dhe them që kodi i ri zgjedhore e krijon këtë mundësi. Në kushtet kur politika shqiptare dominohet nga dy partitë më të mëdha, Partia Socialiste dhe Partia Demokrate, partitë më të vogla janë ankuar vazhdimisht se nuk i dëgjohet zëri në politikën e vendit. Cili është komendi juaj, sidomos lidhur me ndryshimin që u miratua kohë të fundit për kushtetutën e Shqipërisë mbi sistemin proporcional dhe shqetësimin që kanë partitë e vogla se nuk do të dëgjohet më zëri i tyre në parlamentin e Shqipërisë? Atëherë duhet bëj një sqarim të vogël. Jo të gjithë grupimet e reja ose të vogla janë ankuar. Zakonisht ankohen vetëm partitë të cilat janë parti me pronar, që njihen në Shqipëri,
ish kryeministër ose ministër i NATO-s që krijon partinë e vet dhe e përdor këtë si një korporat politike private. Këto janë ankuesit më të mëdhenj. Unë them që Kushtetuta e Shqipërisë, Republika jonë, duhet garantojë drejtën e çdo qytetari për të përfaqësuar, por jo të drejtën e çdo partie për të ekzistuar. Dhe në Amerikë është më së normal, një parti nuk e kalon, partia e gjelbër e Ralph Naderit nuk e kalon pragun, nuk është fundi i botës. Por ama garantohet e drejta e qytetarëve dhe jo drejta e partive. Këto parti ishin mësuar që 20 vjet Kushtetuta e Republikës tonë u garantonte të drejtën e tyre për ekzistencë, të drejtën e tyre për të qenë ministër, ndërkohë që këto nuk janë drejta kushtetuese. Kështu që të paktën tani gara është e hapur, secili ka kursin e vet, të vrapoj më shpejt ai që është më i shkathët dhe më i aftë, por ama u eliminua ai koncepti i fortit nga politika. Një Pjetër Arbnori apo njerëz të tjerë të shuar nuk futeshin dot në parlament, sepse dikush ishte më i fortë dhe më i pasur i nxirrte nga politika. Tani incentiva për këta të fortët është më e vogël, rajonet janë të mëdha, nuk mund të korruptosh ose të intimidosh me armë 500.000 njerëz ashtu siç mund bëje me 5.000 njerëz, dhe them që partitë e vogla duhet kuptojnë që nuk janë parti monarkike, domethënë nuk kanë garantuar jetën e tyre, por duhet testohen me anë të aftësive të tyre. Ndaj ne si lëvizjes kemi asnjë problem me një ligj i cili i bën njerëzit të garojnë me ekipet e tyre më të mira. Le të jemi edhe të sinqertë për diçka tjetër. Këto parti të vogla që ankohen dhe kërkojnë lista të hapura, fundit kur si kanë pasur listat e hapura. Gjithmonë kryetari i partisë ose pronari i partisë dhe dy shokët e vet kanë qenë të mbyllur në listë dhe vetëm plebejtë e tjerë dhe indigjenët ishin ata që garonin. Kështu që ky dopju standard është anormal. Dhe fundit ka një dopju standard gjithashtu për çështjen e ndryshimit të kushtetutës. Janë po këta parti të vogla, kryetarët pronar të këtyre partive që hipnin mbi tryezën e kryetarit të parlamentit gati për ta mbytur kur vinte puna për ta ndryshuar kushtetutën për interesat e tyre, siç ishte KQZ-ja para 2 vjetësh, ama përdorin një dopje standard dhe tani i thon popullit pse nuk merr pjesë o popull. Kjo mban një herë pa drejtësi dhe them që duhet ndryshohet. Dhe një pyetje e fundit, ju lutem shkurtimisht, apo përgatitet lëvizja juaj që të marrë pjesë në zgjedhjet e 2009-s dhe çfarë vështirësish mendoni që do të hasë ajo? Besoj që problemet më mëdha me zgjedhjet kanë të bëjnë me çështjen e infrastrukturës zgjedhore. Tani që të paktën rregullat e lojës u vendosen dhe të portat janë njësoj dhe vijat janë njësoj, regjistrimet e votuesve ose kartat e identitetit janë absolutisht nevojshme. Mund të kesh gjithë rregullat e lojës, për sa kohë që nuk identifikon dot kush janë lojtarët, kjo është e pamundur. Por betejë më e madhe nuk është kjo, betejë më e madhe është përmendjet dhe zemrat e njerëzve, për t'ju treguar që Shqipëria mund të bëhet dhe që ne do t'ja dalim. Në mes një oqeani skeptik, i cili thotë ky vend s'bëhet dhe ky vend nuk ka për dalur nga tranzicioni, unë them që 2009 kemi një mundësi fantastike për të bërë një kthes të madhe dhe për të mbyllur ndoshta kapitullin më trisht të epokës moderne të Shqipërisë. Erion, ju faleminderit dhe ju uroj sukses. Shumë faleminderit.